Mirë dita. Mirë dita. Kam ardhur të regjistrojmë palestër. Po, shumë mirë. Të japim informacion. Jo, s'ka nevojë se sot do ta filloj se s'bën palestrën, se më thanë ca shoqet mia që nëse se s'bën palestrën nuk je cool, më kupton? Dhe sot dua ta filloj se s'bën. Cool sot, perfekt. Po, do bëj biceps, triceps, gjitha mira do të bëj. Fillojmë, po. Bravo, vjen mirë që ke entuziazëm dhe pas këtë dëshirë. Po. Po shumë mirë. Unë kam 4 vjetë që merrem me palestër. Bën palestër? Po, kam 4 vjetë që them që muajin që vjen do filloj palestrën. 4 vjetë që më ndonë? Po, shumë mirë. Madje u regjistrova dhe një 3 muaj. Po, dhe shkove njerë. Jo, kam rënë 200.000 lek. Fare. Më mirë s'kam. Zi po pres. Të ishim atletët që kemi, se nuk bëjmë atletët që dalim nga jashtë. Duhen të tjera? Po, absolutisht po. Okej, për 1 minutë erdha. Ndromi, të dhoma të zhveshjes aty. Ku për shkoti kështu? Në palestër pra. Si palestër? Me taka? Pikërisht pra, sepse unë kam dëgjuar që në palestër bëhet nxemje. Po? Në kupton, a jam e nxehtur. E nxehtë, në streqe, në taka. Po. Shumë të Ka një sekundë të lutem, Klodi, kam shumë respekt, po. Unë dua të respektoj ty një rast parë, po pastaj edhe veten, se nuk mund të vi palestër kështu do si do. Unë jam palestra 2017-ës. Unë jam e ardhmja. Ardhmja kujt? Ardhmja palestrës pra. Shumë. Fali sekundë. Edhe po lyesh? Ua. Shu të kanë thënë? S'duat lejnam, unë duat jem sa më cool. Unë këtë fiksim kam. Unë duaj që... Për marrën palestër, më u ly. Qa do bëjmë palestër? Ja. E kry dhe kjo punë. Kam harruar lapsin e të mërshme. Dëgjoj, Klodi. Do bëjmë dhe një selfie që ta deklarojmë se s'bën. Ta deklarojmë në Instagram që unë ka filluar palestrën? Jo, mi zemër, jo të palestra ime. Ne kemi arë për me bës tërvitje. Që që a goca mu më lusin? Shumë, shko ati ku të lusin, jo këshu. Të lutem më provon një herë, se unë jam fantastike në palestra. Je fantastike, po qa ushtrime është di? Ja, në dregojë. Ky shpirt e di se qa heq unë, po sot që të jesh cool dhe të jesh femër in, nuk është kollajmi, duhet të... Sot i madh. I fut do takat aty? Po, pse? Ndi është mirë, Ky shpirt e di. Po dëgjoj. Se nuk lejohet unë vura dhe shumë e qërpik falso, të paktën më kishe kursyer gjitha ato 2 fije lek që harxova. Tu të palestra ime, jo. Nuk mund është bësh. Pse? Sepse vim për të stërvit. Jo me bë selfie. Po edhe unë për të stërvit ka marrë. Shu cool, kanë thënë që je cool. Si duke. Super. Do bëjmë dhe një selfie të lutem. Direkt? Do them, kjo është instruktorja ime e jashtëzakonshme, Klodiana Shala. Ka ish mirë, Po, ti do bësh lek, them, sa të shikosh imazhin tim. Ke të drejtë, ke drejtë se kështu duhet. Pse kështu duhet me bëj gjithë ditën? Edhe do të shohësh. Edhe do bëjmë ca ushtrime. Diket pak e lodhshme në fakt. Për çfarë? S'ka pa lodhje. Për çfarë ta bësh gjithë këtë? Pasër trupin e bukur. Ti unë bëj edhe 4-5 foto dhe zvim më, se mjafton që ta din të gjithë që janë. Shkon palestër tjetër zemër se si e për të palestra ime. Po, më falë, mua më kanë thënë që të bësh hajër në palestër duhet vishesh mirë. Edhe unë shkova u vesha, unë se kuptoj se qa halli ketë. Jo zemër të kjo palestër, nuk mundem i bëjmë shumë. Duhet me atlete, me streqe për stërvitje, jo për seks, e vazhdojmë stërvitjen. Pse nuk bëhen një rrugë disa punë me. Ja, këtu janë. Që do të kishe thënë më përpara, se unë të paktën nuk do vija qërpikët falsa. Pra, të paktën nuk kishe kursyer këto 2 fije lek që harxova. Mirë, si përfundim, unë po largohem, po ta dish që mua më lusin, dhe këtu është shikimi i gocave të palestrës së 2017-ës. Miq të dashur, ky ishte një grup ushtrimesh, leksion nga unë Rudina Dembacaj, gocë e 2017-ës.
ditë shumë nga kume për mu, kam shumë punë, apo beba, më do të me gjetë një taksi, edhe inshallah, për thëm, inshallah, urej që taksistët mos më flasin fare. Hajde, se s'ke gjë, hajde! Hajde, Fifi, hajde! E pikë zez. Si e, Fifi? Mirë, si e Si e, dashur? Mirë, Unë si jam jete? Rudina, jam taksigjia më e famshme në Tiranë. Okej. Okej. Mirë se erdhe te taksia ime, Fifi. Okej. Si thu, Fifi, si kur t'i fusim i të knume? I fusim një të knume. Okej. Hajde. Oh, Dafina. O, direkt I njofte, që me You gotta sit back and relax to this joint. Yes, sir. We got Miss Duffy, these are the kid in the house Beba. tonight. And of course, it's truly DJ Blunt and me. O, sa vënoka me fillu. Vënoka shumë me fillu. Banja një minutë. Duffy, show him what you got, girl. E kom një feeling Për ditës që kun bërë në ty Këno, Fifi Për një feeling Ti të kom s'ku me bërë me sy Veshty Si ti e këtë që më pëlqen Ti din qysh me dasht ma shonë Mos t'il me mu Veç po du me pas ty, baby Veç me pas ty S'du kur gjo ma shumë Veç me pas ty S'du kur gjo ma shumë Okej, dashur Fifi, mirë se erdhe. Ti je e ftuara ime për këtë sezon, je e ftuara ime e parë nga Kosova, bre! Nga Kosova! E para të prezantoj me fluertën, është flamingoja ime. Fluerta, unë e bleva fluertën sepse doli moda flamingove, po I bleva tani në vjesht se kishin rënë çmimet, në verë s'ma mbante xhepi. Se është qik shtrajnë me të Andrea. E ke pa që ishte moda? Po, veç unë kom jetë pa po foto me ta. E pra, shikon, kurse unë e bleva tash në vjesht, do të lejoj edhe ty të bësh një foto me ta. Okej. Ma prezantoj çika të bebën, beba e ka, Kjo është beba jam, aha, është qeni ma I bukur në botë. po, është qeni ma I qetër. Nuk e di, nuk kom taku na jarë qenë që s'le. hau, Veç kur ka frikë dhe me thonë. mos a mace muj. është gocë, edhe është dashuria ime. Sa e kam pa, direkt dashurin shikim të pare, kam bletë Në vërtet? Pse Fifi ty të pëlqejnë gocat? Nuk më pëlqejnë gocat, po se kam ditë kur e pash, nuk e kam ditë që është gocë. Okej. Më gënjeu. Të Më gënjeu. Është tim prashën, a vedem? Që thonë, kur e shoh që ato hisë më pëlqen. Ai një personalisht ju se një. Okej. Po kështu të më shkon nerva fort, pa e një ju se një. Kur e një asne ku e kom pas një përshtypje shumë keqe. po. Tash Fifi, apo më kallzon, çat lidh, ç'na ti një duet me Aurela Gaçen. Ç'a po të lidh me Aurela Gaçen? Energjia e mirë në ka lidhë. Energjia, po, a bani të dyja palestër? Unë jo. Ata hekim më po ta mën. Ata hekit këtë jaknë në ajtë. Jo, e Edhe më hekim shet ta mën. Jo, palestra jo, është energjia e mirë që e kena për jetën, muzika, se na dashnia që kena për muzikën. Na kanë lidhë shumë sene edhe Aurela më ka gjetë mu me thonë drejtë. Aurela të kaftu për bashkëpunim? Yes, of course. Wow, Aurela Gaçe ke ul hundën mi? Qyshja, ka besushme. Ajo e ka hunën e ulte ka ajo. Është super rëb, me thonë drejtë. Jam ka boj hajgare, Oj, gore, në nuk ba, ma si t'ko ardita.
Si e përjetove bashkëpunimi me Aurelën? Po ja ke marrë frytat Me thënë drejtën në fillim, e kom pas bërë nervoz edhe menaxherin tam shumë se thësha. Çka nëse apo nuk po bëhet, e veç ka thonë komu bëhet, s'bëhet. Edhe çka nëse bëhet kënga, unë du me dal kënga mirë. Atë një kom bërë shumë stres. Au, I pari projekt. i shkreti menaxher bre. Ja pas ke dzije. Ja kom zi qik. Do më thonë është ka një pari projekt prej që jam të Max Production që unë I kom bo stres menaxherit tem. Për ndryshe, ajo ka shumë kollaj me mu. Më thot sikur sot nese kena me xhiru, shkoj bona gati dalë në xhirim. Kry xhirim për 3 orë. Je fiksuar pas lukut, Fifi? Fare. Nuk je? Po ato gërshetat që I veje ti? Ato gërshetat që I kam vënë unë, mi ka bo Merita parukeria, që dëna me falederu shumë se është nana e krimit për gërsheta, edhe për grim, edhe për sene. Se kam për që 2 vjetë që jam në Tiranën, dhe me thonë, të ajo bona ta në kohën. Edhe she's amazing, I swear. Po. Mas nej, për atu ka vendos bledi me Joni Peqin, edhe u bënën që shdeshtën ata. Për nuk është që... A je një mirë me to, jo? Jom një. Nice jom një. Okay. A njerë më do ke vetja si palaqë, po... Po pasha zoti se ti për abden weirdo jo në konë kështë, se jo në konë edhe shumë flok. Edhe thesh, ai para me në mëre që shumë du më këshyr njerëzit. Da shkoj mu urujt pakës prej Tani, Fifi, me që jemi të pamja, zemër. Ty nuk vjen keq që unë her pas here të drejtohem në dialekt kosovar, apo jo? Heq më në mustanin. A pra, se unë pe ma I vedin për njështë si kur pe di me e fol. Oh? Kot po ja fos, si duke ty? Po t'ingëllon pak si e kuksit, po. Normal, se unë jam malsore. Po s'ka Zemër, lidhje. më thuaj pak e dashur Fifi, atë vjen keq që futesh te grupi, do të thënë je ti e Enca, e nuk je si Elvana, si Kida, kështu, me që jemi të pamja. Unë se kom fare probleme, pas probleme isha të pësu. Po, a? Kam një gjuhë që ti I dashuron kilet e tua dhe I ushqen ato. Trego pak si ushqen kilet. Tulet. Faktikisht me stres ma shumë, se jam njëri që I përjetoj sanat ma shumë se sa që dohet. Po. I marrë sanat shumë ofër zemrës, edhe ma sanat dëshprona shumë nëse jap ma shumë edhe nuk e marrë mrapsht, apo kupton? Edhe nuk jam njëri që ha shumë. Në fakt unë e ha një racion të në ditën edhe nuk ha asnjë vakt ma shumë se sa një. Po ku me ditë? Raca. Po kur ulesh ta I vakti? Jo, e ha shumë pak. Oh. Dhe me thonë dush më pan tavolinë sa ha. Nëse ulem tavolinë, pezojmë shembull, isha tu fol para ca ditëve me Tan Bramën, me këtë valltarin. Po. Koreografin, edhe më tha mu, ai kur ulet e han një 60 që han komplet vet. Edhe mu më tha, tha kina me hangër, tha, do të me bu, tha 120 që. 120 Dhe me thonë me diameter? Po. Aha, po. Ma të madhe se 60 që, po, e ma pica e madhe. Po. Edhe unë i thash, ti bënë nda që dhe 200, po në kom hangër 2 copa, 60 që, thash, ti bë qa du. Pse, tha, qa që pak hana, unë edhe që ato dyja kur ja dënë më ndalë për hune. Po nuk është të vërtet që ke fillu një dietë, Fifi? In fact, jam rrugës. Ke zbrit në 1 kile nga pesha? Yes. Kom zbrit një 4 kila. Au, yes, Fifi, yes! Një gjo, kam rënë 24 kile që kur kam lind gocën. Goca ime është vetëm 9 mujshe. Që thuti? Po, kështu që kur kam rënë unë, kanë shpresat gjithë. Një pyetje kështu shpejt e shpejt dhe du të përgjigjesh shpejt e shpejt. A ka raste që të dëm koka? Po. Okej. Të sugjeroj të pish fans. Është ilaçi më I mirë për kokën. Urdhë ta bëj dhuratë një fans, se për mua është dorë me një. Sa herë kam xhirime të zgjatura, lodhje, po, më dhem koka, I fusi fans edhe jam okej. Këtë përshun for oral use. Yes. Është për me qitë me vesh. Ja. Është I qare të me pizë. Ama është pa uj me pia? Jo, me uj. Me uj, Me uj është. E hollon aty tak. E hollon, e penir. Okej. Faleminderit shumë. Të lutem Fifi. Zemër paruke pse mban ndonjëherë?
ka raste që ti man paruke. Po. Edhe kam kujtu se ke 200 flok, po pas ke gjithë të flok. Edhe këtu i kam extension. Jo, s'ka lidhje për ato. Që po bën beba, ja futi gjumë? Beba po flan. Që Shut flan makinkje. Okej. Ha, zemër mësuaj. Eze makinë. Parukët i van nga që kam qef me ndryshu ngjyrën e flokëve. Nuk më ndryshu temën, kështu që më e thjeshta është me marr parukët ta nga të çet në krye. Edhe plus është edhe një tjetër që unë kur jam në skenë djersës shumë, edhe flokët e mia bën si me dal prej dushit kur unë zbres prej skenës. Djersit se lodhesh apo se ke emocione? Jo, djersës prej lodhjes, që emocion. Unë sa se bëj edhe sparkatën në skenë. Nuk e doa. Edhe pranaj detyrohem abedin që me marrë me vlu paruke, kështu Merita i ka këto zgjedhjes. Prap Merita. Merita i ka Meritat. Okej, zemër, mësoj pak pse të gjitha këngëtarët që nuk kanë emër bashkohor, si me thënë kontemporan, do thoshin, ne që jena si t'jashtmit, themi kontemporan, jo bashkohor. Pse i vendosni vetës një shkurtim? Ti ke emrin Filloreta, për mashallah, jo ke vu emrin Fifi. Po, ama vetes. Tash me fol drejt kështët, Filloreta është shumë gatë. Apo kuptan? Edhe mu Fifi më kanë thirrë edhe më përpara. Në shtëpi më thirrin Leta, në shkollë më kanë thirrë Fifi. Apo kuptan? Po. Edhe pëlqen më shumë Leta apo Fifi? Kur më thrasin Leta, do më thonë Leta du më thirrë veç familja e. S'para më thrasin njerëz tjerë. Leta. Zemër, ti ke dal në vitin 2009 në Top Fest për herë të parë në skenë. Jo. Në Shqipëri them. Në Albania's Got Talent për herë të parë, 2008. Në 2008 në Albania's Got Talent. Pastaj ke dal te klipi Çilietës Big Booty. Te klipi Çilietës kam dalë në 2015 në dhjetor. Më vonë. Pse more më shumë njohuri, pse more më shumë famë pas klipit Big Booty? Mos duhet të dilje si seksi që me bësh zhurmë? As aty s'kam dalë si seksi, aty kam dalë, aty bile kam bat karagjozën, kështu të bot tripa me fytyrë dhe, apo kupton? Ideja është që te Big Booty kam dalë stil ndryshe, nuk kam dalë me kallëzu njerëzve që di me gnu. Se deri te kanga me Çiletën është kanë ajo qëllimi jam, në gju njerëzit kur të knoj. Po. Se thësha, e di që kur të më një njerëzit të gnu mu kanë mu të shqeth. Hamamin tamë. Edhe që ndodhë këtë rast, ndodhi kanga Big Booty. Po. Çileta më ka lutë. Amën hin rap, bën rap, të lutën bën rap, ti keme u bon Nicki Minaj shqiptarja, ma pike mu. Ke shane, ku kam shansë mu bone si Nicki Minaj e besha, po ti je ma pike. Edhe më bindi ma në fund me u fute kanga me bë rap, kerëm prësh. Edhe e bona senin, edhe dul nice, edhe u pret shumë mirë. Masa sona ndodhi që u muri edhe bledin me na gjem. Po. Edhe para Big Booty-t unë veç hina në Cavaliero për punu. Po. Edhe dyqysh u qelin kështu disa rrugë. Po. Edhe that was the basic. Bravo Fifi, ne të urojmë shumë sukses. Thank you. I dashur në Fifi. Tani më thuaj pak si ke marrëdhëniet sot me Çilietën. Super fare, njëjti kam. Nuk keni bërë sherr? S'keni bërë sherr? Sherr? Jo. Po pse me Fifi? Po pse duhet me bërë sherr? Zakonisht bëhen sherr, prandaj po them. Kur ke bashkëpunu me dikë, plasi sherr, pra taksi flet mo jene rume. Po ke drejt. Taksi flet mo jene rume. Faktikisht, a di qysho sane, njerëzit menojnë që unë jam njëri kështu problematik, që bëj probleme, që përlona me njerëz. Faktikisht njerëzit përlona me mu. Apo kuptan? E kuptoj. Edhe ata kanë probleme mu. Kështu që probleme mu, s'ka kërkush heq, as miza s'ka probleme mu. Pse du të pas njeri? E mor vesh? Fyt, ligena. Digjo, zemra, më thuaj, si ke qef të quajnë, këngëtare apo repere? Erdi reperja Fifi apo ftojmë këngëtaren Fifi? Po ta ashtu në kam 2 vjetë që më të bërë, edhe kur peshe këngëtare poshtë, po më me qeshme në shpje.
Aha, me robë shtëpi, okej. Do që të thrasim... Na bo, e në qik do bo mi Tironëse, më. Okej. Qa tuti, Lale. Më lale. Qa ke bo më lale. Okej, do me thërë repere. Po, unë faktikisht unë këngëtare jam, po, mase njerëzit po më njohin si repere, do të mi thonë repere. Okej. Si pas teje, Three Dots, apo, do me thë, Three Dots i Flor Mumajesit, apo Max Production? Na i Pleshi Kalivacit. Qysh si pa, me i do, me i zgjedh Pa, njëna? zgjedh, kush është më i Jo, miri? si me doj, as njëna. Nuk mundesh? Jo, a dim pse nuk më ndo, se mas pari Max Production është veni, është shtëpia jam, e Po. parë. Është shtëpia që më ka pranu mu si artiste, edhe shtëpia që mu më ka pranu, edhe investon mu, më ka po pjesë të shtëpisë të vetë. Po. Nuk më i mendo. Po tana me domethënë. shtëpi keni ju, a? Shtëpia, po. Unë e kam me shtëpi. Tash më varet çysh sillesh ti me mu, nesër edhe ty motër të bëja, po kupton? Po sigurisht i herë, po unë e Qështu ti t'ja? si nuk diskutohet që të Diskutohet. bënen motra deri në fund, po gjithë këtë rrugë ne si na tunej kot. Po det me harxhu benzin pa lidhje, a është benzina naftë. Ta ti cila është më është. E naftë, po. Ideja është që s'pëj me do asnjë në 5 njonës. Thridosat të Florit, ata janë një familje tjetër që më kanë pranu mrena, edhe me kënaqësinë më të madhe në botë punoj me ta, kur jam me ta. Fal, një pyetje, pse është bërë kjo tendenca që shtëpia, familja, ne jemi një familje madhe, nuk po rrinë rob me familjen e tyne, është bërë puna familje. Aja është- Familja është familje, pastaj puna është puna. Pse quhen familje? Ama nëse ti nuk ki... Ndryshon kjo që e thati të puna e muzikës. Arti ti aktore vetë. Po, edhe ta quj familje punën. Jo puna. Po familjen. Kolekt. Lekt. Kolekt. Kolekt. Jo lekt. S'ka lekt. Po para lektëve vjen muzika, vjen arti, dashnia për muzikën. Po, po. Unë menoj që shtot. Edhe unë menoj që nëse në një industri, edhe nëse në një vend ku renditon kohën me do njerëz, Po, nuk i konsideron si familja, atëherë what's the point, apo kupton? kuptova. Prandaj thuhet familja e madhe, e mos i fol shoferit. Unë familjen e mos i fol shoferit e kam të vogël për momentin, po do rritem. Ai thë familje. Po jo, me që ka dalë moda dhon familje e kam tash. Familje, po pra, me do njerëz që shpenzon ku ton kohën, ti s'më nësh mi thonë, ti është koleg. E kuptoj. Të rrim gjysmën e ditëve ta. Mu më do këtë shumë ashtu, më do këtë shumë weird. Ku je koleg, a je mirë, apo lodhësh? Okej, më nësh mi thonë koleg një doktore, më nësh nëse je doktor. Po. Një laboranti nëse je laborant. Po Më jo nësh mi thonë artistëve. Një Jo profesori. artistët me njëri tjetrin. Exactly. E kuptova. Mirë, zemër, unë do të them disa emra këngëtarësh ti, do mi shpjegosh këta vetëm me një tek fjalë. Okej. Dhurata Dora, Amazing. Samantha Caravella, Sweetheart. Gent Fatali, I vendosën. Blasta, Blasta është shumë... Do të me gjithë, për blasta ndona me gjithë një fjallë të aman, kështë të fix. Blasta. Gjeja. Blastën e kom si vllot grupit. Okej. Engjina Sufi, Baby. Enca, Enca është... Crazy. Në kuptimin e mi të fjallës. Noisy, Noisy. Swag. Liedri, Raperi ma i bukur që e ka Shqipënia dhe Kosova, edhe Maqedonia. Getoar Selimi, Këtari, ma i madhin ven. e madhe Fifi, e gjigante zemër, okej. Ti këndon çdo fundjavë te Cavaliero, apo ja? Yes. Krah ish mentorit tënd të The Voice, Sidrit Belerit. Yes. Sidriti çuditshme, nuk të mbajti deri në fund në skuadrën e tij. Ja. Jo, a? Tani, pyetja ime është, Fifi, pse nuk e ke hedhur akoma nga shkallët Sidritin?
Është i mirë, është rëbë zote. I swear to God. Une kam 2 vjetë tash që punoj me si dritën të Kavaljera, që nuk është shkon as zgjedhja jam as zgjedhja e tina. Po puna na ka qëllu kështë, si pikë e parë. Edhe e dyta, une falenderoj për ditë si dritën që nuk më ka lanë me shku deri ma shumë se qaq sa kom shku të Vojsi. Se po të kisha shku ma shumë, më kisha rrjedh psikisht. Pse? Se më kish hi vet janë qep edhe mas nena nuk e kisha ditë çka jam të dashur me bu me jetën tem. Mundesh me jetë se Po, zemër. Sa mirë që më kujtove. edhe unë e falenderoj sinqerisht. Edhe për aq pak sa më kalon aty, më ka bu me njoft një njeri aq të madh sa është Sidrit Beliere. He's amazing. Okej, do me thënë se pas kanë me edhe nga shkallët. O, Fifi, ka që njëri mirë sa je, më falë, po, si do bëjmë lajmë, si do klikosh pa një skandal. Hajde tani se i bën lajmë tjetër shku poshtë aty shumë e mirë. Bravo, giganda. Fotot e fundit që qarkullojnë në rrjetet sociale janë ato ku je vesh si indiane. Si indiane? Pa. Po. Po që të shkon ai fusani I kuq. stilsari ty, pa. Më shkon. Shkon Më shumë. shkon gjithçka. Më shkon edhe këto brekt apo të që i vishin këto famat super seksi që janë. A të shkojnë vesh? Po, Po pse nuk i vesh në qoftë se të shkojnë? po ku më shkojnë mu vesh me ej, para më në tulli të dole aty kluk. Po Bollywoodit pëlqen kështu? Të duket vetja si aktore. Unë vdes për filmat e Bollywoodit, si pikë e parë. Vdes për muzikën indiane. Po ti fluerta, i pëlqen fluerta? Jo, ajo garant jo. Kjo është klasë, kjo është si franceze, po, vazhdo. Më pëlqen shumë muzika dhe filmat që i bëjnë Bollywoodi edhe pranaj po them që është bukur. Unë i në rahat kur vish nëse ata, nuk është tipike veshje bollywoodiane, apo kupton? Po, për afërsisht. Për afërsisht. Do imagjinoje veten kështu një aktore kolme e Bollywoodit? Po. Tani më thuaj një gjë më shumë për bebën, me që ke kaq fiksim e magjit ku me vete. Rri me bebën, Bebën e ka marrë që një muaj e me gjys. bebën. Bebën e ka marrë që një muaj e gjys edhe e kam fiksim se nuk e di, po m'jap shumë dashni edhe më ka qetësu shumë psikologjikisht. Me thonë prej që e ka marrë. Po. Edhe atim nuk jam të i ra pishman as një moment edhe urej që mas me i ra pishman që e ka marrë një qanë si kur kja. She's E my di atë baby. këngën s'ka problem do marrë një qenë. Jo. Okej, kur të kesh ndonjë problem, Okej? s'ka problem, do marrë një qenë. Yes. Okej. A më kuptove, është shumë e qartë. Është shumë Dëgjoj, zemër, më thuaj pak, a ka raste që ti futi supë? Sup. Hë, Po. për shembull. Zakonisht më ndodh ka ora 3-4 e mëngjesit kur nuk du me hangër najse. Që s'bën me hangër. Po kush e bën këtë supën që ha ti? Vet. Bravo, dhe gatun mirë do me Unë thënë. jam super kuzhiniera, motra. Qa thote? O ty Unë jam- t'lumt, o ty t'lumt, o ty Unë jam t'lumt. motherfucker, you know what I mean? I know. Eh, Zemra, pse nuk e bër karrierë në Kosovë? Sepse në Kosovë preferohen shumë. Në Kosovë Reperat. me bo Pse s'e karrierë, mund? se unë e ceka dhe ma herët, nuk është që kam menu na herë më bo repera. Që ljeta o ka naja që ma ka kështët, ma ka thy menën edhe më ka bu me u fu të kjo, të ky drejtim. Si pike e pare. Pike e dytë, në Kosovë nuk kam najt, pra arsye se e kom pa që është e pamundur një femën e kollme me bu anina diçka. Pse në Kosovë duhet me pas muskuj për me het? Jo, mu më thanë, dush me jek 15 kila për mu bo diçka. Edhe unë thash, 15 vjetë fytyrën s'ke mu ma po. Edhe i ka. Kush tha Edhe- kem duhet me het? Kush është ky? Morti, çun ishte?
Po çuna kanë qenë, se nuk është kohën veç një që më kanë thonë, më kanë thonë gjithë. A ju vjen zërë? Dush me ik 15 kila, dush me ik 5 kila, dush me ik 7, dush me ik 8, dush me ik 10. A bler, unë nuk du me ik kilogram. Si ku të në me fy femër, tyt në marshit keqen. Jo sinqerisht, unë nuk du me up kilogram të mija, deri në momentin që unë nuk një në rahat ma. Për deri sa unë një në rahat, pse do tjetër kush mos unë një rahat. Normal, ke shumë Se drejt. është trupi ja, më në kom i qus persone, nuk kemi qute. Tani do arrim tek tema ime preferuar. Suspans. Suspans, Fifi. Qa është kjo? A je dashuruar, Fifi? Jo me bebën, se me bebën e kena marrë vesh. Po jam shumë dashuruar. Po me ka? S'ta kam dot. Pse e man kaq private jetën tënde private? Sepse jeta ime, po pranaj qëtë private. Po pikërisht pra, më habit, pse Privacy. jeta private duhet mu majt private herë? Sepse është jeta private, edhe është privatësi, edhe dush me majt privat. Qysh është fjala privat, dush me majt. Moment që e thynat privatësin, atëherë prishet. Ma prishë perdën e makinës! Më prishet për Me gjithë se perdja makinës time nuk prishet, se kjo është makinë Skoda dhe s'ka nuk e gjenë gjë. Ta bona atë pjesën për mi po reklam tjere. Zemra, ti ke turp, ti je drejt për çdo gjë. Pse ngurron ta deklarosh këtë pjesën tënde të... Sepse jam single, edhe nuk du me bot famë shumë kërkon. S'do me bot... Hajgore jam të po, I swear. Jam e dashuruar shumë me jetën tam, jam e dashuruar shumë me muzikën, jam e dashuruar shumë me familjen tam, edhe nuk s'kam kënë me tregua, po kupton, s'kam ndaj person saktun për me thonë diçka për të. Po mirë këta shqiptarët tanë këtu, ku I kanë syt? Nuk e Se di. flini gjumëre, ja? Jo, ata nuk e Ca janë të bredh, poshtë e lartë. Okej, janë të bredh dhe me thënë. Atëherë Fifi, unë I shujta gjithë kuriozitetet që kisha. Po? Dua, E nisim me ma hongër qeni këtë performancën tanë. jo, futën qancë, s'është për qena jo, vjen keq. Ma e qik bebën, ma e qik. Ma e ta ma unë bebën sa t'na knosh ti në I gjë të shkurtër. Po të s'mënush një më ka beben, aty Do e hap kraun, do jem në rregull me policinë, do e Qa hap po të me të kraun. Kno qatë dush, qatë të vi ty. Po do na me ditë në qka. Ma e bebën njëherë, njërë bebën. Biba, qëre në na për klipa ja. Kjo. Hajde, më I bukuroshe, hajde, o sa e mirë, zëti më. Qa po të me të knu? A I ka kry nevojat personale kjo beba jote? Nuk I bënë në trup, që më stani heq. Okej. Më këno pra qatë dush, Fifi. Hajde, se unë do kërcej me bebën. Ti shumë ka zë diçka ase ku Beba, beba! Ik se unë të maj bebën. Beba, this is Fluerta. Fluerta is my friend. This is, I don't know what she's looking for me. Beba! Shisa gjuna që që u trem. Po të më arte onë. Ha moj. Nuk e dënë kërkan kja. Ma këno pra I gjë. Merë dhe bebën se na u trem. me mu kja. Hajde be buqi, hajde. Qa po të me të knu? Na këndoj një këngë që të vjen ty për mbar tani. Kënga parë që të kujtohet. Një repim, na bëj një repim, Fifi, të lutem. Po më vjen tja e një të darithës. Cila? Lotë të Perfekt. Vërtit ma pak, ma shumë. Gjoti e drita ime, hapsyt e më shiko, buzët qeshtë se nuk të haroj, ëndrat që nga lartë do t'i dërgoj. Fifi, si Yes. thua ti se unë sot kam qenë edhe në palestër, edhe kur shkoj në palestër kam nevojë ma hëngër në I gjë. Ta porosisim I picë? Unë për shembull nuk jem kanë palestër, kështu që unë jam për me hangër një picë, edhe pse jam dietë, s'ka lidhje, ha? Po pra, po po e bëjmë dietë vegetariane me? Me bro. Po, jo, picë vegetariane. Si Okej. thu? Okej. Mirë, me çfarë do ti? Unë I du me 4 djatrat. Unë e du kështu pikante ose Pikante. Me sallam pikant vegetariane, okej. Mirë, zëma, sa të bëjmë telefonatën. Alo, si kalove? Dëgjoj, duam një picë gjysë me 4 djatrat edhe gjysën pikante. Po.
Jo, se dëgjoj, unë jam lëvizje. Tani për shembull, nëse ma sjell tani kam ndalu këtu afër parkut autobuzave. Ish parku autobuzave, si e ka kjo zona? Po, ish park. Ha, po. Mirë. Okej. Mirë, zemra se tani na vjen Për sota. Ë? Për sota se unë jam s'kam hëngër fare se akoma. Po pra, po. Që është të marri, se kënë që është të marrë këtë. Ka shpejt. Jam taksia mos I fol shoferit. Dallohet aty. E kam Skoda, taksia më e bukur në Shqipëri. Hajde, ciao. Le që do ta dallosh I herë se janë dy yje brenda që shndrinë, dalin vetëm rreze. Unë ju shëndres komplet. Ciao. Ja se do vi këtu tani. Okej. Edhe kështu se që ka këtu afër. Okej. Ka të shpejt e bune. Tani Fifi, derisa të vi pizza, më thuaj, ti shkruan edhe tekste këngësh, a? Po. Për cilin këngëtar nuk do shkruaj tekste këngësh kurrë? Ma kanë bëgët pyetje, po kretë bi ju kisha shkruaj. Se kam problem shumë. Deri momentin që I marr paret se kam problem. Që ke dhe lekiste, sa kushton një tekst këngë? Se mos po bëhet dhe unë këngëtare. Se kretë ju dhe më kështu. I them gjithve kështu. Po edhe nëse nuk du për shembull mi puna e kujt këngë. I them s'mle menaxheri. I them Bledit. Patjetër, veç të jap numrin e Bledit edhe fal me Bledin, edhe I them Bledit. Po ku, për ka ke bë kështu, të lutem? Jo, faktikisht unë me kretë artistat e kam, kushdo që thret. Faljen janë me Bledin, se ai mirët me... Jo, po cilit këngëtari ke thënë fol me Bledin, pastaj ke thënë Bledit mos ta shoh afër. Nuk ka ndodhur akoma. Po pse më the mu I them pra, për mu do I thush Fifi? I them, po ta tregoj ç'është ndodh realisht. Edhe nëse du me ja bo, edhe nëse s'du me ja bo, unë I them Bledit, fal me Bledit. Mirë zemër, po mu do më bësh I tekst Po me këngë? patjetër, do edhe këngë me të bo, apo vetëm A ke problem që unë sonoj, apo s'ka problem? Me zemra, melodajnë, kompjuteri atë, ting. Fix, okej. Mirë. Dhe që më zonë. Që ky pizzave, ule pak xhamin se s'qe kanë të rezit. Sa... Ç'keme? A moj motra, Ama. ty do të gjimojnë një orë, si Atë për do papa gjëmosh, që tu. fal. Po lera atë, që meresh me atë. O zotrin, falë, se jemi në mes të emisionit, zemër. O, emision ti motra, ha? Pashke dhe emision, punë e madhë, unë ka mallet e mija muj. Lali. E se ka s'na interesoni hallat e tua, të lutem na e picën. Na e picën më vlla. Ore, hajni këtë tani se kam një orë që ju gjëmoj. Ja u e keni vegetariane dhe mos më çani kokës. Unë s'kam as çerekore që të kam marrë, më vlla. Kam porosit. O baba, ç'është kjo picë ma? Merre picën. Vegetariane pra. Vegetariane? Ti ja porosit e E, po vetëm çerekore kena që të morëm telefonat çuni. Ç'a Po ke? qa çerekore, unë jam dimër verë, majat papa që shit djell. Një javë turni parë, një javë turni dytë, me tregon ti mua tani, jo po çerekore. Motra hani atë vegetarian tani dhe mos na çani kokën shumë, dakord? Se do vetë edhe në shtëpi. Të shplodhe. Po mirë vlla, pse je kaq I mërzitur? Po deshet vegetariane, jeni në dietë. Po, jemi në dietë. Po tani ka mallet e mia të merrem dhe me ju. Kur jemi në dietë, djalim. Ore, ç'to duhet ti? S'ta them që më kalon e dashura. S'ma thua dhe të kalon. Jo, nuk ta them. Nuk ta them. Edhe më kalon I dashur, s'ka gjë. Mos e ke problem. Po pse të la më vlla? Më la, Po pse? më la. Mirë tani do... A jem punë, do vish të hash picën me ne? Vesh me hangër me neve. Nuk e di. Pse? Na I copë, Hajde. ama vetëm mos qaj. Po pse të la ty ajo? Hajde, copë, Qa qelpsire, si janë femra të sotë. Pse të kalon, Do marrë ki copë motra apo do vetë unë tani se do vetë në shtëpi. Na I copë picë, na. E pja I copë. Nëse, ledri thot, kur unë e haj, krejt haj. Ma, mojnë. Se ja u mojnë. Qa? Hajde, qao, të bof shkrijet, djali. Mos u mërzit se ç'është t'jën femna ditë sotit, apo kupton? Edhe mu kalon frajeri, mos tanin hec. Ç'është t'jën bo njerëzit ditë sotit. Don't worry. Sa gjëna, Fifi. Da hash I copë picë me djath? Hajde, Në shpirt. me qatë djathi. Me 4, ku dio 4 djatrat e porositën, por ky që ka mirë, më duket na ka pru tjetër për tjetër. Okej. Mirë të dashur miq. Edhe beba bëdhën, po beba s'u guzoj me dhorë. Sa të hamin e Pak. picën, unë do përshëndes Fifin, ju pusim fort, ciao. Poq.
Kum ke pa, nëna, kum ke pa? Sepse kam dhe trurin të ngarkuar. Aha, pse je lodhur sot? Jam e lodhur, probleme sa dush, Shëndetësore. shëndetësore o birë, edhe truri është Të shkuara, nëna, ti mua më ke parë, na, se gjeti quni. Bravo, bravo. Po tani që emisioni po bëjon tani, e dini ju? Se di për zonë. Unë po bëj emisionin Mos i fol shoferit. Tani që t'ju të shpjegoj pak rregullat e lojës. Unë ju mora juve, se po unë do ju zhvilloj një quiz këtu, nëse ju nuk bezdiseni. Sa është temperatura normale e njeriut? 36 deri në 38, 40 deri në 42 apo 35 deri në 34? temperatura është normale nga 36, po edhe 37 nuk mund ta quajmë normale sepse ndonjëherë është dhe ajo më çik më ajo të kput ajo temperatura. Po. Me fjalë. Klubi, të pëlqen kështik futbolli? Po. E ndjek? Po ndjek. E ndoj që këtë ndeshje në Shqipëri-Itali? Po. Sa herë ke sharm me zot lartë? Klubi që bëri histori në vitin 1960, duke fituar kampionatin europian, ishte Unioni Sovjetik, Gjermania Perëndimore apo Spanja? Gjermania Perëndimore? Jo, Unioni Sovjetik, gabuat. Unë mendova në thënë Sovjetiku, por kjo më pishi me ta fash Gjermania. Mirë. Se po mendosha. Ku dhe kur lindi shkrimtari Paulo Coelho? Në Spanjë, në Brazil apo në Francë? Shkrimtari Paulo Coelho. Në Francë. Ke dhe një mundësi këshnik. Po? Po ta jep dhe një shanse, nuk e Si gjete. kam bjerë mina i? Coelho. Coelho. thuaj dhe një Francë, Spanjë apo Brazil? Paulo Coelho. Coelho. Në? në Francë. Në Brazil, zonja Trëndelin. Cila- Paka nga emri Paulo. Cila shkencë merret me studimin e zërit? Zërologjia, akustika apo filozofia? Zërologjia? Akustika. E gjeti Kashniku! Yes! Bravo Pas Kashnik. kitare akustike dhe... Si? Kam pas kitare, them, akustike. Akustike, po. Edhe... Kush ja dërgoi dhurat Shteteve të Bashkuara të Amerikës për mendoren Victory? Ja dërgoi Franca, Italia apo Anglia? Për mendoret, Viktor, Pa. Viktori Anglia. Franca, nuk e gjetëm as këtë. Atë. Pyetja e fundit. Deri tani sa kemi gjetur? Vetëm një, vetëm akustikën. Dy. Pse Dy. Edhe futbollin. Jo, nuk e gjeti. Nuk e gjeti. Jo. E fundit. Se te Ku pati... u zbulua për herë të parë magneti? Në Turqinë e sotme, në Suedi apo në Kinë? Në Turqinë e sotme, Po. Suedi apo Kinë? Ti duhet ta kishe dalluar dhe nga intonacioni im Keshnik, se unë gati ta tregova. Në tu? Qile sotme. Bravo! Si e? Si kaloni? Mirë? Si quheni zotri? Unë quhem Thanas. Thanas. Po. Thanas, ke parë ndonjëherë ti taksixhie femër? Jetime. Një tënde. Jo. Po si kështu ta mush syrin për taksixhie unë apo jo? Ja, ti se mërë që për taksi për jepi jo. Shumë faleminderit. Tani zoti Thanas, nga je? Katirone. Katirona? Thanas Katirona? Po. Qa thua? Edhe unë jam tiranëse vjetër, që në 2010 kam marrë. Po, Nga e me origin. jam tiranëse lezhe. Në Tiranë punoni? Po. Qfarë? Po ne kështu. Me ato shkollë. O, sa mirë. Mësoj kocat. Po unë pas shofer. kam pyet fix një instruktor se si jap makinës.
U shes mund që jap shumë S'ka nevojë në dhon shet me në fash jep mirë të pash që në pozicion qëri dhe që kur e shputi dhe ja nuk duhet me tregu. Duhet me trego. Se ashu. Të pëlqen në taksia ime? Shumë e bukur, biles më pëlqen dhe tipi makinës, jam tifoz. I Skodës? Po. Kam qenë dhe në Çeki, jo për mburje. Kam shqit dhe sa Aurelia. Kam pas shpinë këtu. Këtu? Po në ka arron Nazaret, e më gjetë atje. Ke gazemë dhe milisaj. Po? Por e go. Shumë mirë. Po në Çeki, si ke kalu në Çeki? Jam knaq. Çe po, ke punu në Çeki? Jo, kam blesë Aurelia i kam shqit. Je marrë me tregti. Sa mirë ke bërë. Tani, do shijosh pensionin si instruktor? Kështu do dalësh pension? Jo, ka zonë pak halli dhe se së shu. Qa? Sa dhe ti rrullej ca gjona dhe do shikoj jetën time. Perfekt fare. Kalamojt i kam trit. Ku janë kalamojt? Gjysh, ajde, sa qef, është mrekulli, ja? është mrekulli të bësh gjysh? Po, normal. Kështu thonë dhe prindrit e mi. Njone si ishte nga Legja, thamë jam nga Legja. Nga ishte? A ishte këti nga i fshati që dolja që boni deputetës me qa. Nga jo. Kush o kjo? Nga këtu më nga Rëshen i këni. Jo, po ato, se janë lëzhjan, rëshenësit janë rëshenësa, lëzhjanët janë lëzhjan. Po jo, unë fase di se kështë jetu pak Legja dhe ujte. Ua, tha plena, tha shumë, pëse më fshat plena ka fshati, thash, bajga, lopë, kështu, jo, tha, baba dhe nëna jotë, të kam të regu historitë mbrapshet, thash. Po pra ta ma? Ti s'ka e le manatën, i thash, unë kam le në Tiranë, një dhe fshatë, në tjithë. Po pra jo, unë jo për mburje, po kam një ndesh. Të lutem zotit ta mas me po afrojmë këtu të destinacioni. Po. Kam i pytje. Fol. Ku u zbulua për herë të parë magneti, a e di? Ja. A është zbulu në Turqi, në Turqinë e sotme, në Suedi apo në Kinë? O të jetë zbulu ku dush, s'do vras me një, fol qarë. Jo më kotë ishte pytje kujtësi, po them, sa me të bëj kujtës me shty rrugët. Po s'bo kujtësi se shumë do zbres aty me tonë bëjtë si. Dhe jam tifos me qa vit prodhime është ja. 2017-a, është Skoda fundit, Skoda Octavia. Këtu ape krab, masi, këtu kam ato shkodën, kam dhe makine. Sa mirë. Mu përqe dhe jam tifos do t'a morë një kështë. Utrem e i bure për ti? Utrem pra tha jo, duka mund që. Po pra, tha që pun, që lidhe ka mund me këtë, tha? Qa ka po ki? Po, se ke pa emisioni mos i fol shoferit? Po e ke po kamera këto. Aj, kuptove! Ta kësë që ke shumë e mirë. Si ke emrin? Kozeta. Kaq harmonike e gjithmonë zonja Kozeta? O luma i burë, si ka emrin burri? Atë martë e mirë. Pas ke lindë me fat o njeri? Ku do më qash? Burri jot, pas ka lindë me fat. Pash. Zonja Kozeta qëfar punon? Ekonomiste. Ekonomiste kaq të qeshur s'kam parë punë. Zakonisht ekonomiste. Është njeriu, s'ke qa ti bësh. Është njeriu. Njeriu me qesh, kështë që. Sa mirë, sa dëshiri kam njerëzit si ty. Jam shumë e lumtur kur takoj njerëz. Qa emisioni bëm pash zotin? Është emisioni mos i fol shoferit. Edhe jam çdo. Po. Jam çdo të shtunë në ora 21. Në orën 9 darkës, shtunën tek ora njuzi. Okej. Mos harro të na shofësh, a? Ja. Mirë. Të shof ty shnej. Zonja Kozeta, të lutem. Si u martove të kam ndikur me knejsi? Faleminderit, shumë faleminderit. Po ha, si të duk dasma ime? Shumë bukur. Po burri. Po burri ke pëlqyti, që më duhet mos është burri? Okej. Gjesa ke pëlqyti shumë mirë. Je këndshme? Shumë faleminderit. Zonja Kozeta, do bëjmë një quiz bashk? Tashi, sa gjëra kërkon nga jeta. Më fakat që në shpite, hajde të bëjmë. Po mirë, në muhabet do bëjmë. Po e dite mirë, po se dite punë madhe. Të bofsha, po më qitë nuk, ku s'kam dalë gjithë jetë, të shqipëm qëtë. Se të jetë një zonjë shumë e punë. Sa fmi ke zonja Kozeta? 2, djallën 5. Me jetë gjatë. Po bashkëshorti punon? Do me thënë jeni gjithë familja në punë? Po, ashtu. Rap, da, hecë.
Ecë, shqyqyr. Kaq pozitive sa je ti, normalisht universi të përgjigjet dhe të shkon bar. Çfarë? Tash u bë se guri që tremet. Asi ai që u trem, që tha jo, jo. Po çdo kjo u bëra kurioze. E di çfarë tha njëri tani? Tha, si kalove mirë. Jo, s'do ikim me nej vetha se kam shtëpinë këtu afër, tha. Po ku t'kam pa unë ty, tha. Sa e zorë. I thash unë, po jam taksixhie, i thash, e pra tha se do kemi qenë koleg, tha se unë kam qenë taksixhie. Jam taksixhie. Tha mu, kur do ta pimi kafe bash? I thash unë, kur dush ma je këtu ti, thash. Po, do vi nesër, i thash, pimi kafe. Që të bëjë? E ke përgjime? Pa, kam një gocë 9 muajshe. Po pra se ke dasme ishe pak e rumbullakosër. Isha shumë. Shumë e rumbullakosër. S'ka gjë. Kur prisja bebin, vetëm haja, zonja Koseta. Po normal. Nga mëngjesi deri në darkë. Okej, miq të dashur, ky ishte emisioni Mos i fol shoferit dhe për këtë javë vazhdojmë javën e ardhshme në orën 21, si gjithmonë, çdo të shtunë në orën 1. Mos i fol shoferit.